Unë e put shumë shpesh mozën edhe për qafoj, për mos me qenë toksik, por nuk i kam premtu kur asnjë gjë. Për te i kësaj, për te i shakas. Vanesën ta lëm për jashta, sepse ajo është një vajzë e shkëlqyer dhe nuk e meriton që ne ta përfolim qoftë për mirë, qoftë për keq në këtë histori. Për sa i përket Indrit, po kuptoj që qysh nga momenti i atij prajmit kur u çua dhe tha, unë është mirë të dal nga ferma, sepse po te i kaloj gjithë shka që ka të bëj me familjen time, me ndjenjat e mia dhe është më mirë të rëshkas, deri në atë moment ka qenë i vërtet, nëse ka qenë i vërtet. Mbas atij momenti, unë po kuptoj që Indri ka bërë kalkulime, ka bërë lojë, nuk di se çfarë thot, është i çoroditur, bën lojra fjalësh, përdor fjalë të tipit jam naiv, i sinqert, ku di unë më thehet thash, dhe të tëra këto nuk kanë lidhje fare me një lidhje dashurie. Këto janë thjesht kalkulimet e Indrit, Zoti ja bëft mbar, po për mua e ka totalisht gabim. Ilir. Faleminderit shumë. Atë nëse mund të them një gjë për të ndjenjën e çlirimit që tha Moza, nuk kisha frikë dyshimi, sepse siç ti çlirove bujarin kur erdhi Glini. Se kam çliru komplet, jo. Nuk e paska dhe pak shpresë. Po, kam. Në fjalësh me gjysmë zinxhiri. Jemi midis. Okej, jemi midis. I love them both. Më pëlqeu ky interpretimi dhe s'kisha pikë dyshimi që do ta vlerësoj e Bile kam kandidat dhe ty. Prandaj jemi zonë. Të sa erdhi Sherrio? Të duhen zinxhir të mëdhej për mua. Nga një libido e paralizuar erdhi gjithë. Të duhen zinxhir shumë të rëndë dhe të mëdhej. Jo. Gjithsesi. Është puna aty, ti je shumë i fortë dhe më bluan. Kjo është arsyeja që safrohem, tamam. Por që je i këndshëm je shumë. Atëherë Arban, unë analizat për marrëdhënien e Indri Vanesa i kam bërë. Dy prajme që shkuan dhe nuk kam ndërmend t'i rikthehem me detaje. Më vjen shumë keq vetëm për një gjë që unë i pata besuar shumë kësaj marrëdhënie dhe pikërisht i pata besuar fal fjalëve të Indrit, kur kam qenë javën e parë te Fakiri, i cili erdhi dhe ma përshkroi me shumë zjarr këtë ndjenjë që kishte për këtë vajzë, prandaj i besova. Dhe shumë më vonë erdhi Vanesa dhe fola me këtë dhe pastaj u krijua, themi gjithë ajo lloj konfidence dhe mirëkuptimi midis meje dhe Vanesës mbi të gjitha, pastaj dhe Indri që ishte protagonisti i kësaj historie. E përsëris, më vjen shumë keq për Vanesën, e kisha parashikuar që në momentin kur si tha dhe Romiri dhe nuk e ish edhe unë gjithashtu asnjë fjalë atyre që tha, në momentin kur Indri donte të dilte, pasaj u rikthye sepse ndoshta u pendua në një farë mënyre për atë që donte të lente si plan loje, dhe fakti që në letrën, unë e quaj të tmerrshme këtë letër, për shumë arsye, dhe nuk po i bëj analizë sepse prajmi nuk ka gjëra të tjera për diskutuar, por është e pamundur mendosh si një njeri mbyll një rrugë, i vën traun, e kufizon dhe hap një rrugë tjetër. Atë që deklarova, sepse ke atraksione për të vajzë, ndërkohë që sapo ka dalë tjetër. Më vjen shumë keq. Të mbarojmë se s'kan folur të gjithë. Bujaka dhe Blerina, mos gaboj, kanë mbetur pa dhënë mendimin e tyre. Unë Arban qoftë se bën me fol. Po. Kisha dasht me bo unfollow qitim. Okej, e kuptoj. Ta lejoj patjetër. Blerina? Mbasi Indri kishte bërë këtë momentin e pauzës e mora Vanesën për të folur me të më mirë, ajo kërkoi një mendim dhe unë i thash që duhet largohesh. Nga aty s'kam pranuar as nga Vanesa, as nga Indri që të diskutoja më për sa i përket marrëdhënies së tyre, thjesht e kam parë nga jashtë ashtu si gjithë të tjerët. Nuk e kuptoj kush është arsyeja për cilën Indri ka shkruar këtë letër këtu brenda. Më duket si një kërkesë e tepërt dhe e vazhdueshme e vëmendjes që ai kërkon. Besoj që me vetën ka menduar që në rast se ne kemi aprovuar ndarjen e Vanesës nga historia e mëparshme, do kishim pranuar edhe ndarjen e tij nga Vanesa për një histori tjetër, gjë që përkasin dy librave totalisht të ndryshëm. Unë ua kam thënë dhe ishte dhe tek lipi javës që kaloi që kisha parë tashmë në Indrin ndryshimin e syve dhe të shikimit të tij, dhe për këtë ka qenë dhe një arsye, siç fola përpara, për cilën isha larguar. Ky më duket një film i parë, i shëmtuar dhe nuk e di domethënë. Okej. Sorgin? Atëherë, unë me Indrin
në fillimit e ditëve të parë që hyra, kam bërë një bisedë rreth lidhjes së tij që ka pasur, se tani nuk e ka më. Për Vanesën dhe pyeta rreth ndjenjave që kishte dhe çfarë pëlqente dhe çfarë e bëri të dashurojë me Vanesën. Ai më shprehu për sinqeritetin, pastërtinë që kishte dhe që nuk e kishte parë ndonjëherë tjetër në ndonjë person. Dhe e kuptova realisht pse e kishte dashur. Por vëreja me Klevisën që po afroje pak si shumë, edhe kjo gjë më bëri të dyshoj. E kuptoj. Që po bënte diçka që nuk duhej bërë. Gjithsesi unë Klevisën në një moment e paralajmërova që kujdes me Indrin, ka qenë edhe Heni më përpara, kujdes me të dy sepse të dy duan të përfitojnë. Po, mos dalim nga tema, çfarë mendon për letrën? Letra është të tmashme, është pislik, Jo, komplet jo, pislik. së shfarë. Të them dy fjalë... Po, Moza, e mbyll ti vetëm, se kemi zgjatur shumë shkurt. Nga mënyra se si jam dorëtuar, kam konsumuar shumë vetmi në jetë. Edhe në një pikë që kam arritur, jam shumë mirënjohëse, të gjitha atyre që më kanë dashur, qoftë edhe aq sa më kanë dashur, qoftë dhe me thyerje zemre, sepse ditët pa dashuri, ditët pa pritje, nuk mund të krahasohen kurrë, qoftë edhe me ditët që një dashuri nuk qënë ka kaq e thellë dhe më fal. Ideja e shfrytëzimit është se ne lidhim idenë e dashurisë me idenë e strukturave, që është familja, prona, vazhdimi. Ju bën një presion shumë i madh në prajmin tjetër se s'kishim tema dhe ky njeriu detyrua të shkruaj pikërisht për atë premtim që ajo tërthorës Zia ka kërkuar, që është premtimi i vazhdimit të strukturës, që ky nuk e bën dot sepse i ka vetë strukturat e hapura, siç ma ka shpjeguar që në fillim, akoma nuk është stabilizuar nga ajo strukturë që ka prishur. Prandaj, duhet të mësojmë që në shekullin e 21 është shumë e dhimbshme, po që dashuria mund të jetë ditore, javore, mujore, vjetore, varet se sa investon si dita, qa mundësish, po dhe brënda një ore, dhe sepse këshu ndodh, dhe nuk duhet jemi kundra asaj që ndodh, po duhet ta kuptojmë ato që ndodh. Në fundit, libri më i bukur dhe personazhi më i jashtëzakonshëm është Don Juani, që bëri të lumtur, kush e di se sa gra, më falni, me atë që monotonia rutinore e jetës nuk i bënte dot. Duhet hapemi ta kuptojmë. Të gjithë jemi. Më fal, kuptojmë. Ora, hajde m'duj me zor, që mund t'i thush tjeti, o m'duj o t'vrava, m'ke dash dje, m'ke dash dje, m'ke dash par dje, m'ke dash sot, po së m'dojsh edhe nesër me kontrakt, unë ta mora shpirtin ta hoqa kapzherin. Të dua vetëm të premteve, po, Mimoza, po. Këto gabime kemi për gjithë, edhe unë mund t'i kem bërë këto gabime, po mund të kesh dhe arsye, kur ke fëmijë, kur ke halle, është tjetër gjë komplet. Ka halle, e kuptuar. Kur ke halle, jam përzierë, kupton përzierë dashuria me struktura dhe ti se di, do struktura të mbash, Të dua ka Të lutem, të lutem. Dëgjoj, më fal, të mbaroj. Në shekullin tonë, si gruaja si burri po përpiqen që të kenë kapacitete ta provojnë veten prej vetes. Prandaj luftojnë femrat për karrierë, për gjithçka. Që ajo që është, mos jetë më thjesht një varësi absolute, po t'jetë një ndërveprim, t'jetë vërtet e pëlqyeshme, t'jetë vërtet dashuri. T'jetë vërtet dashuri. Tani, se si bëhet kësaj, nuk e dim se është shumë e vështirë. Është një temë që do vazhdoj besoj në fermë dhe jashtë ferme, me siguri edhe në tryezat e shqiptarëve dhe kudo ku ndiqet ferma, se si duhet të jetë dashuria dhe se si strukturat ndikojnë tek dashuria. Ju lutem. Tu ka thuhet edhe sot gjë njëri. Pas kanë qënë dashuru 2-3 javë dhe u bo ataja se nuk u bo premtimi. Sara duhet api zyrën e gjëndje civile, e kam thonë të bëj celebrimet të më fermë. Edhe Ati ditën e fundit së të më atje. Qa kujton ti da se ka marë në fermë me u martu Ati që kishte Olën. Ma tha atje të ishte. Qa me ndoni që ka ndodhër me Ati dhe Olën, me që nëse përmëndët? Ma thuj në gjo. A jeni të sigur që doni ta dini? Nuk e di, duhet pyesa Gajna, do t'ju a them, po zhvillime ka patur. Mirë, tani do të shohim një lojë me fruta të thata. Ndjekim këtë klipin që keni përgatitur dhe rikthehemi pastaj.